Keni probleme me gjumin? Ja zgjidhja. Gjumi është procesi që secili nga ne e ka momentin e qetësimit pas një dite të lodhshme. Shpesh, dhimbjet e trupit dhe meditimet e shumta ndikojnë në faktin që njerëzit flenë gjumë me shumë vështirësi. Sipas disa studimeve, rezulton se së fundmi është gjetur zgjidhja që do të ndihmojë ata që luftojnë me pagjumësinë. Në këtë video do të rendisim disa mënyra natyrale. Bëni dush në vaskë të ngrohtë duke qëndruar disa minuta në të për t'u qetësuar. Bëni masazhe fytyrës me produkte shtëpiake pasi ndihmojnë me tensionin. Nxitni shqisa duke krijuar mjedise qetësuese me dritë dhe muzikë të lehtë. Meditoni duke përdorur teknikat e thjeshta të relaksimit, të ndryshimit të jetës që zbusin stresin fizik. Bëni çfarë ndjeni kur jeni të shqetësuar dhe përdorni pajisje të cilat ju ndihmojnë të keni një gjumë më të qetë dhe më komod, sidomos edhe kundër këtyre shqetësimeve.